Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkoti kush i vjen spital thotë i poshtë Nisën e finanzave nuk e don as partia e vet. Në na qëndin komaran ajo punë e modha. Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të udhëhequr nga primera partia. Miqtë e gazetës në fokus dhe televizionit Dugagjini. Një nga figurat më të spikatora që prodhun zgjedhjet lokale, natyrisht dhe padyshim është Arjan Tahiri. Arjan, mirë se erdhe në podcastin e radhës për herë dytë. Kësaj herë me diskutu për do temat të tjera. Me shumë kënaqësi, faleminderit shumë. E hupe një garë në Mitrovic, ato që e kemi konsideru që nuk e qenë teme Faton Pecin, por teme gjithë lëvizjen vetëvendosje. Qysh po ndihesh tash? Qysh e vlerëson këtë qatë garë dhe qatë betejë për komunën e Mitrovic? Ka qenë një garë, një betejë politike të cilën e kam bë me dëshirë, përkushtim, idealizëm dhe ndershmëri maksimale. Jam mirënjohës familjeve qytetit Mitrovicës, miqve, dashamirëve, bashkëqytetarëve të mi për mbështetjen e madhe, të pakursyme, hapur, pa asnjë rezervë, pa asnjë kërkesë që ma kanë vënë, gjithandej qytetit. Kam qenë pothuajse në secillat shtëpi, më kanë prit sikur djalin e tyne, më kanë respektu dhe më kanë mbështet. Epilogu është ai që është, i komentum e me indikacione në forma ndryshme, është një pengesë për mu, një tendencë e qëllim me mënal, po unë tash do të vazhdoj qëllimin tim, kauzën time për Partinë Demokratike bashkë me aktivistat e Partisë Demokratike dhe do të shkoj në kuvendin e Kosovës, po idealizmi, dëshira e angazhimi im për qytetarët e Mitrovicës dhe për qytetin tim, për Mitrovicën, nuk do të ndalet asnjëherë, por do të jem i dedikuar vazhdimisht për qytetin e Mitrovicës, sepse një garë zgjedhore nuk më ndikon as emocionalisht, e as shpirtnisht, as dëshirën, as dashnin për qytetin tim. Arjan, s'po do na munal me hub shumë, por natyrisht edhe një pyetje që ka ndodhi me votat e balotazhit. A pat vërtet vjedhje edhe pse, si me thonë, nuk u qu deri në fund ndoshta kjo betejë ose dyshimet që u ngritën në momentin kur u pa rezultati. Ka indikatorë të mjaftueshëm dhe dyshime të bazume për elemente negative që kanë ndodhur në proces. Sidoqoftë ka qenë një temë që është diskutuar e jam prezantuar, po fokusi jam është që të vazhdoj kauzën, vazhdoj rrugën edhe me qytetarët e Mitrovicës, me qytetarët gjithandej Kosovës, me aktivistat e devotshëm Partisë Demokratike, edhe me qëllimin me përfaqësue, me forcu Partinë Demokratike të Kosovës, po çdo herë me profilet, me njerëzit, me profesionistat, me leadershipin e Partisë Demokratike të Kosovës, me ofru një shosje që është e nevojshme për Kosovën, është e nevojshme për vendin tonë, është e nevojshme për shoqërinë tonë, me qëllim që edhe të avancohet shteti jonë, edhe dal prej kësaj situatë në cilën është, mirë po të ketë mirëqenie e të ketë dinitet të merituar për qytetarët gjithandej Kosovës. Arjan, e njëjta kompani, do më ke rast i papa në herë në Kosovë, dyshimet kanë shumë të mëdha, flet votimet dalën me numra serik jo në përputhje duhur edhe me saksinë e duhur, ndodhe ajo që ndodhi, e pa ndul kompania kërkoi falje, dhe u mbyll diçka që u duk shumë e madhe, u mbyll si më thon me një lehtësi shumë të madhe, pavarësisht që dyshimet ishin bazuar në ato argumentuar edhe prej teje edhe prej ekipës tonë e prej PDK-s. Po pyetja tash është, a mundet me ndodh ose me u përsëritë e njëjta situatë? Kur flasim na për korrupsion edhe për dukuritë negative, shpeshherë duhet i luftojmë për shkak se mos më na u përsëritë dhe mos më ndodh prapë. Tash jemi në zgjedhjet të jashtëzakonshme, e njëjta kompani ka me shtyp flet votimet, e njëjta parti në pushtet ndoshta prapë ekzistojnë lidhjet e tyre deri te
Martin Berisha e ato që kanë fol. A mundën me u përsërit, a mundën me pa parregullsi të tilla që mundin me ndiku edhe rezultatin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Unë kam ndijen në lëkurën time edhe presionin që është bo në qytetin e Mitrovicës prej aparaturës shtetënore, gjithashtu e kam zbulu sakt se mënyrën se kam përdor që më ndiku vullneti, më ndiku rezultati, andaj jam i bindur që në gorën e 28 dhjetorit, duke i potur parasysh që kam një përvojë të hidhur, do të jemi shumë të vëmendshëm, do të jemi shumë asyqel dhe do të marrim gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë që ta përmbysim rezultatin dhe rezultati të jetë në favorin e Partisë Demokratike, të jetë në favorin e partive opozitore, për shkak që dokurit, fenomenet negative që kanë ndodhur në Mitrovicë nuk do të mund të përsëriten dhe nuk do të mund ndodhen përsëri në nivel vendi, për shkak që tashmë veç janë të dekonspiruar dhe edhe Partia Demokratike, edhe subjekte tjera politike opozitore do t'i marrin gjitha veprimet e nevojshme edhe me mbrojt votën, edhe me u kujdes te votues, tek letërnjoftimat të votuesve, mos me pas letërnjoftima klon, me u kujdes që flet votimet me kont sakta për secilin vend votim, jo me lëviz prej një shkollë në shkollë, prej një klase në klasë, duke i patur parasysh gjitha këto, duke patur parasysh që është zbulu e kem dekonspiruar qytetin e Mitrovicës, jam optimist që rezultati do të jetë shumë më pozitiv për partitë opozitore, po jam i bindur se do të jetë shumë pozitiv për Partinë Demokratike të Kosovës. Arjan tash je kandidat në listën e PDK-s, natyrisht po besoj që keni filluar me takime, ti veç e vazhdon për shkak se ke qenë në garë në Mitrovicë. Çu shpesh e disponimin për zgjedhjet e 28 dhjetorit? Qytetarët gjithandej Kosovës janë duke dhënë mbështetje me shumë respekt, edhe personalisht për mu, mirë po edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, jam gjithandej qyteteve të Kosovës duke u taku me qytetarë, me diskutu për organizimin, mobilizimin e datës 28, u më gëzën fakti e ndihem krenar me aktivizimin e pashaq të aktivistave të Partisë Demokratike. Një prej qëllimeve kryesore të mijave është që aktivistin e Partisë Demokratike të Kosovës ta vendosëm pa dhe të jetë në qendër, sepse Partia Demokratike e Kosovës i ka mrri rezultatet e soja më të mira çdo herë kur aktivisti ka qenë në qendër, kur aktivisti është respektu dhe kur aktivitetet janë bë bashkarisht me aktivista, për shkak që aktivistat e Partisë Demokratike të Kosovës edhe janë idealista, edhe janë punëtor, edhe janë të devotshëm, mirë po janë të përkushtuar për partinë, përveç për partinë janë shumë përkushtuar edhe për shtetin, sepse historia e Partisë Demokratike të Kosovës lidhet me historinë e shtetit Kosovës, me gjakun e dëshmorëve, me sakrificën e familjeve ndër vite të vendit tonë, të popullit tonë, pra është e vlefshme, është vlerë e patjetërsueshme e që na bën krenar gjithëve, pra kjo është një prej fokuseve personale kryesore e jam duke parë mobilizimin, organizimin dhe jam shumë optimist se do të kemi rezultat shumë pozitiv. Çka beson që ndodhi, ose ka pas një momentum që ju e vreni, që ndoshta e ka aktivizuar më tepër për te asajna që kemi pa në zgjedhjet e 9 shkurtit, që e ka aktivizuar qytetarit më tepër, që me urrështu ndoshta ka PDK-ja dhe partitë tjera të quajmë të opozitës, ashtu po quhen edhe sot, edhe pse nuk është adekuate kjo. Qytetarët e Kosovës dojnë, po edhe meritojnë. A ka pas një momentum, a ka diçka, apo vren një zhgënjem, apo vren një, si themi, një vedijet qytetarëve se cili pe den ndoshta që kush e ka shkaktu blokadën, ndoshta ka fillu me propaganda, ndoshta është për te asaj mbështetja Bedri Hamzës që tash është kryetari i partijës edhe kandidat për kryeministër. A ka frym në të elektorati i PDK-s që zgjohet për te asajna që kemi pa në rezultatin e 9 shkurt? Qytetarët e Kosovës, po edhe strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës meritojnë dhe dojnë përfaqësim dinjitoz.
shteti i Kosovës ka nevojë për përfaqësues dinitez, që e din rëndësinë e institucionit, e din rëndësinë e shtetit dhe fokus kryesor kanë bashkëpunimin, organizimin, punën, nderin në mënyrë e në drejtim që të ketë jetë, të ketë mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës. Jeta e qytetarëve të Kosovës fatkeqësisht është fatkeqësi që nuk është se ka shku duke u rrit në kuptim të mirëqenies, po duke u cenu, duke u vështirësu, duke u sfidu. Ne ballafaqohemi me probleme e me sfida ndryshme si qytetar, duke i patur parasysh gjitha këto, duke i patur parasysh mosgatishmërinë e qeverisjes në largim dhe të lëvizjes vetëvendosjes si subjekti më i madh politik aktualisht në vend, me numrin më të madh deputetëve për ta kriju qeverinë, qytetari i Kosovës sigurisht që reflekton, sepse vota është shumë e vlefshme, është respekt, është nder, për te gjitha këtyre është besim. Qytetarët i kanë besu dhe ja kanë dhënë mbështetjen, po ai ka abuzu. Ka abuzu në kuptim të asoj mos me ndërtu qeverinë. Si rezultati i kësaj ka reflektim edhe te sektori i arsimit, edhe i shëndetësisë, edhe sindikatat, edhe të punësuar në sektorin privat, edhe të punësuar në sektorin publik, pra gjithandej shtresave, gjithandej grupeve të shoqënisë tonë në mënyrë që votën me drejtu tek subjektet opozitore dhe me ja u mundësu që me e kriju bashkarisht qeverinë, një qeveri stabile e cila garanton edhe mirëqenie, mirë po edhe përfaqësim ndershëm, edhe përfaqësim dinitez, po edhe progres në kuptim të avancimit të shtetit, po edhe një jetë më të mirë, qysh e meritojnë qytetarët e Kosovës. Arjan, e kemi anën tjetër të asaj që kemi pas në pushtet për 5 vite qeverisin Kurti. Aja që po i shohim çdo ditë, edhe që është pjesë e fushatës tyne, është sovranitetin në veri, janë mbështetja që ka dhënë me subvencione pleqve, kategorive sociale, studentave, madje edhe jashtë mandatit, e ndoshta nuk po jemi të sigurshëm edhe në mënyrë të kundërligjshëm, duke qenë edhe në detyrë. Po njëkohësisht edhe statistika që e shohim për çdo ditë që i prezantojnë edhe për një rritje ekonomike. Domethënë që kjo është njëna anë e medaljes që po e prezantojnë, ndërsa nuk e kemi pa gjatë ose nuk e kemi pa të një numër i madh i njerëzve as në PDK dhe në partitë të tjera që ndalë me argumentu të kundërtën në vazhdimsi. Kemi pas një fushat edhe gjatë kohës sa kanë qenë në pushtet të vazhdueshme, një propagandë, si me thonë, me statistika, me shifra, me numra, për një arritje, për një zhvillim të madh, e madje kanë rri edhe prishin aleanca me partnerët tonë ndërkombëtar, edhe sanksionet kanë rri mi kamuflu aq mirë sa nuk ka ndodhur kurrë në këtë vend. Edhe sot nuk mund me pretendu që është bëna ndryshim i madh. Është një frym pak më ndryshe për shkak se jemi në fushat, i kemi thuajse 8-9 muaj blokadë institucione, po që të blokadën, sikur ka njëherë më shumë po jepet zër ose po argumentohet para qytetarëve që nuk ka kanë fajt vetëvendosja e Albin Kurti, po i kanë partitë opozitare shqiptare që e kanë bllokuar. A partikulohet mirë apo mrrin PDK-ja edhe pjesa tjetër e opozitës në këndvështrimin tanë. Me argumentu mirë ose me kundërshtu krejt qëto që ju po i quani propagandë të pushtetit Kurtit. Unë mendoj që shoqënia jonë ka nevojë për lider, për leadership, për profile që janë politik, që kanë qosje korrekte, kanë qosje të sinqert, kanë qosje të drejt për drejt. Pra ne mundemi me fol ditë e natë, e mo formulu në forma ndryshme, po e vërteta është se subjekti më i madh ka qenë lëvizja vetëvendosje me numrin më të madh të deputetëve, pra gjithsej 48. Me pas 48 deputet, Partia Demokratike e Kosovës e formon qeverinë stabile 4 vjeçore. Nuk abuzon me numrin, nuk abuzon me potencën politike, por kontrazi angazhohet, përcaktohet që në secilën ditë me punu për me e realizu platformën, me realizu plan programin e tyre tonë qeveris, në mënyrë që dinitetshëm e me nder, me qenë
përballë qytetarëve të Kosovës për punët e mëdha e të mira që i takojnë me i bo, për shkak që ne garojna me një plan program qeverisës. Ndërsa sa i përket të asaj se çka flitet, çka promovohet e çka thuhet prej qeverisë, edhe prej lëvizjes vendosje, formulohen mënyra e forma e i prezantojnë numrat mënyrën se si ata duhen kuptim statistikës. Po e vërteta është se qytetarit të Kosovës sot ju ka shtrajtuar, ju ka rrit çmimin në secilin artikull. Prej rrymës, ujit, shërbimeve të përgjithshme publike, shportës të konsumatorëve, pro bukës, krypes, çojit, e secilit produkt tjetër. Pro realiteti është kë. Ne e dim që ka rritje të madhe të çmimeve për secilin produkt, për secilin produkt shërbim në shoqërinë tonë, në përditshmërinë tonë. E saktë është kjo, Arian. Edhe s'ka pas asnjë mos për me ndal, as inflacionin kjo është më sakta dhe më duna që dohet më e thonë, sepse thuhet veç me një fjalë. Ka rritje të vazhdueshme ndër vite të çmimeve në shtetin e Kosovës. Ndërsa anën tjetër nuk është se ka politika qeveritare që karshi rritjes të çmimeve, më rrit edhe të hyrat, më mbështet edhe sektori biznesit. Ka biznese sot që kanë sfida të mëdha të funksionimit. Ka familje që sot kanë vështirësi të mëdha me e menaxhu muajin, pavarësisht se punon ashta burrë dhe gruaja. Shtu tjetrën ka një numër të madh familjeve që nuk punon as burri as gruaja. Ka numër të madh trinjeve e trejave që janë të papunë. Ne e dim se kauza kryesore e lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit ka qenë punësimi, përfaqësimi dinjitoz, transparenca, hopja e perspektivës për gjeneratën e re, mbështetja e të gjithëve, ndërsa që 5 vjet është demonstruar krejtësisht diçka tjetër. Pra ata ato treja që i kanë besu 2019, sot janë ende rrugëve, sot janë ende pa perspektivë. Për kundrazi, një 280.000 kanë shoh krejt Kosovën, edhe sot ose dje në intervistë Kurtin e Nin, ty thonë që kemi prunë 19% papunësi në nivel vendit, kemi rritje buxhetin më të madh në historinë e Kosovës. Këtë qëto, Arianin ka edhe para 9 shkurtit. Prej ashtë, që nuk i patëm edhe këtë goditjen prej Amerikanëve, mirë po jemi kanë edhe në sanksione, ikja të rive nuk ka ndodhur në çdo 10 muaj, si me thonë, me prodhu një rezultat tjetër, ka ndodhur në 4 vjeçarin që shkoi ose në 4 vjeçarin e pushtetit të Kurtit. Po krejt që kjo ka njerë nuk është e mjaftueshme ndoshta me argumentu të qytetari. Qytetari nuk përsheh ose të paktën me 42%. Sa ishte rezultati i 9 shkurtit, ndoshta nuk përsheh qëto që po i thomi, qëto që po i thoni ju, qëto që janë realitet. 22% nuk ka inflacioni, kjo dihet. Rrit kosta e qytetarit, rrit rryma, kemi si themi abuzime ose manipulime me shifra me këto, po që kjo nuk prodhon rezultat. Si me thonë, po du me nguni ide tane se qysh komunikohet me masat, se ka njëherë një nuk pe din, a ju ka shojnë ata një realitet tjetër, a na jemi të po ju në mënyrën e duhur. Unë besoj të zënë se fuqia e ndryshimit fillon prej realitetit. Pro lidert, leadershipi, mundet edhe me u bo me formulimet bukra populliste politike, edhe me rima, edhe me mjetet të propagandës ndryshme, që fatkeqësisht janë përdoren prej pushtetit, fatkeqësisht sulmohen mediat, sulmohen lidert, opozitor, sulmohen grupe politike, profile politike, institucione të tjera parora që nuk mendojnë sikur ata. Kjo është fatkeqësi për demokracinë në vitin 2025. Është hapa mropa, për shkak që ne e dim evoluimin, zhvillimin dhe avancimin e shoqënisë dhe shtetit tonë, sidomos prej vitit 99 e tutje, që ka pas hopa shumë progresiv, ndërsa prej vitit 2019-20 ne kem hopa mropa edhe në pozicionin
dhe reputacionin e shtetit tonë në arenën ndërkombëtare, pro janë krejtës rezultat e kësaj forme të leadershipit populist, me formulime populiste e në anën tjetër me veprime krejtësisht kundërta në raport me mirëqenien. Ne dim se ka grupe mrena vetëvendosjes që përcaktojnë kush ka me marrë tendera. Ka grupe që përcaktojnë kush ka me shku në këtë bërd, kush ka me shku në atë bërd. Po nuk mundet asgjë me lëviz pa u kontrollu 100%. Po sot veni jonë, shoqënia jonë ka nevojë për leadership, ka nevojë për politikan sinqert, korrekt, që qëllim kryesor e kanë shtetin edhe kanë shoqëninë, vinë prej jetës thjesht, vinë prej qytetorit, vinë prej rrugës, vinë me përgatitje, me kompetencë, vinë me energji dhe me plan program qeverisës e me synim e me qëllim me i bashku qytetorët. Bashkarisht, ka intelektual, ka biznese, ka sektor ndryshëm, pjesë të shoqënisë që kanë gatishmëri me dhënë maksimumin, pa kërkesa, pa interes, vetëm që me avancu shtetin tonë, me avancu shoqëninë tonë, që me pas një shtet që e gëzojmë sot, so ma të fuqishëm, so ma reprezentues, edhe me një mirëqenie so ma të mirë për qytetarët e këtij vendi. Pro historia e shtetit tonë, institucionet tona janë ndërtu me sakrificë të mëdha, janë ndërtu me rrugë gjatë dhe sot nuk do të me lënë askënd me abuzu me institucionet e shtetit tonë. Ka polarizim të madh, Arjan. Është investuar. Ndoshta Mitrovic çka është bën, a është qytetari i rëndom, qytetari thjesht ai që ballafaqohet me çdo ditë me hallet dhe problemet e tyre, a është manipulu deri në çdo forma, sa ndoshta pi harron ato hallet, edhe ndoshta pi harron edhe pozicionin që e kanë liderët, që ata du të me dhonë përgjegjësi edhe du të me kanë në shërbim të tyre, edhe në shëndru në komparasysh tash po më kujtohen ato me topana, me guma në për protesta, jo protesta, po ty festu fitoren e pecit. A është që ka që e zjarrt, a ka shku deri këtu polarizimi i kësaj shoqënie? Sot po duhet me punu është tani me balancu, me normalizu shoqëninë, tani më nis me shpalos plan programe, oferta se çu duhet më qeverisë këtu. Unë mendoj që është investu shumë që me pasë ndarje të shoqënisë, ata dhe këta janë të pastër e të ndershëm, ndërsa këta që kanë qeverisë realisht që kanë themeluar shtetin edhe kanë ndërtuar institucionet nuk janë të duhurit. Është mirë që urdhën për shtet, lëvizja vetëvendosje, është mirë që ka qeverisë, është mirë për demokracinë. Okay. Po atë so ka qenë mirë për demokracinë që vort, është shumë ma mirë për shtetin dhe demokracinë sot me shku në opozitë, sepse lëvizja vetëvendosje ka nevojë mu reformu. Ka nevojë mu liru prej ministrave me afera korruptive, prej grupeve klanore që përcaktojnë e abuzojnë. Pro është shumë e nevojshme për demokracinë, është shumë e nevojshme për shtetin, lëvizja vetëvendosje me shku në opozitë edhe me u reformu. Me u reformu rrënësisht, tërësisht, mandej me mendu për më kthym për shtet. Pro ka pas investime të vazhdueshme për me pas ndarje të shoqënisë, po qëllimi i leadershipit, qëllimi i kryetarit Bedri Homza edhe si personalitet, edhe në kuptim të asaj çka e promovon, po edhe joni, edhe imi personalisht është që me i respektu njerëzit, me i bashku njerëzit, me i thirr njerëzit në kauzën tonë për bashkët, sepse është kauzë për shtetin, është kauzë për shoqëninë, është kauzë që nesër bashkarisht duhet me ndërtu jetën tonë më të dinjitetshme për shoqëninë tonë. Pra me marr përgjegjësi, me qenë aktor, mirë për një kohë me dhon llogari e me dhon përgjegjësi para qytetarëve, para njerëzve, po para institucioneve kompetente. Pra, është e pa imagjinueshme kryeministri ose ministri mos më përgjigj prokurorisë. Nuk do të as më guxu, nuk do të as më guxu. Kjo është një pjesë skandale më të madhe është kur mbruhet hajnia. Mendoj, kjo është domi më i madh që bëhet shoqënisë. Kur mbruhet hajnia, kur mbruhet abuzimi. Edhe kur nuk përgjigjen, do të më përgjigj prokurorisë, do të më përgjigj institucioneve të sigurisë. Unë kam qenë në ekzekutiv 4 vite. Kurti në intervistën e fundit, si me thonë, murë përgjithësi për pastërtinë e secillit ministër, ndoshta ose të paktën këtyne që flitet ose në ekspozu në media për dyshime për afera korruptive.
si me thonë, për se cëllin ke i gashëm me hy garant vetë që nuk i kanë përly durt në korrupsion e gjëra të tilla. Unë Madje sfidoj edhe për tenderat me procedura një burimore që njihen se janë burim i korrupsion. Unë sfidoj që ka ndërhyrje të ministra të tij për me caktu shefa ndërmorë republike me dëshmi. Unë sfidoj. Okej, ku ka ndodhur? Mitrovica apo ndërmorë Unë republike? sfidoj kryeministrin ndërmorë republike në aspekt nacional që ministrat e tij kanë ndërhyrë direkt. Kush ka më përcaktu kryeshef në ndërmorën? Përse e qëtë një këto orë? Po, këto komentuam, po masa e ka thonë që unë pe sfidoj. Po sfidoj edhe muna me aqit. A beson që ka pas korrupsion të nivelit lartë në këtë 5 vjeçar? Po kjo është një fenomen që e din gjithë shoqënia jonë, e din gjithë shoqëria, din edhe ata. Pse s'po bashkëpunojnë me hetusin? Pse s'po bashkëpunojnë me prokurorin? Duhet me bashkëpunu. Asnjë zyrtar të lartë të shtetit ose të kabinetit tina nuk e ka si me thonë, nuk e ka largu ose nuk e ka ndrru prej pozitës përkundër që ka pas një pjesë e madhe ty në tashmë janë në hetime. Është fenomen që e din në gjithë shoqënia jonë. Pra këtu nuk dohet me ju bo presion hetuesve. Nuk duhet me përdor aparaturën shtetënore me ju bo presion prokurorëve. Nuk duhet me bo luftën me prokurorë. Nuk duhet me bo luftën me media që bojnë hulumtime, bojnë hetime, bojnë raporte. Nuk duhet me bo. Janë vlerë e shoqënisë, janë vlerë e demokracisë. Cilla ka qenë çësia atyne për këto 5 vite? Me sulmu secilin politikan që ka guxim. Unë personalisht nuk e kom njoft veten propagandën që ma kam bon Mitrovic. Nuk kom ka shqetësu asnjë pikë, se jam i postër, moralisht, familjarisht, personalisht në secilin aspekt. Po është e olt, se çfarë shembull e po dhom. Një djali i ri, një çike re me potencial, me dëshirë, me ambicie me po kontribu për vendin, nëse menon kundër me pushtetin, duhet krejt aparatura shtetënore, 1000 postime në ditë kundër. I orkestruar me organizum. Kjo shqetësim për shoqëninë tonë. Unë nuk e kam jetë më nol, kam e vazhdu edhe kam e luftu, kam e bo betejën. Thash e sfidoj kryeministrin për çato që ka thonë që ka ministre ose ministri i tij që direkt kanë ndikuar procesin. Kush bëren? Ja, Ose cili ministër ka ndërhyrë nëse jo edhe të për shoh cilin kundër reagimin e tij edhe Se besoj, se djeu po që edhe ka fillu më zbut, madje tha edhe kur nuk e kom qujt mediat që punojnë për Serbi e gjëna tilla, po më duket dojnë me ndrru strategjinë e fushatës tash. Unë mendoj që është mirë me u reformu lëvizja vetëvendosje. Për mu reformu duhet me shku në opozit. Pra qytetarët e Kosovës duhet me mbështet Partinë Demokratike dhe Bedri Homzën e subjektet e tjera opozitore, sepse duhet me qu vetëvendosjen në opozit, në mënyrë që ata me u reformu, me u liru prej grupeve e prej njerëzve që i kanë bërë dëm shumë shtetit dhe shoqënisë tonë, dhe sigurisht që secili subjekt politik në vend është vlerë, duhet me posi vlerë, po kur ka keqbërsa, duhet me u liru prej tyne. Liruhen veç duke shku në opozit. Pra është momentum që ata duhet me shku në opozit, duhet me u hetu krejt kontrotat në burimore, nuk e di pse kanë moru prej tyne. Pse ka moru pi kontratës në burimore? Nuk do të moru pi kontratës në burimore, se s'ka nevojë me uru. Nëse është gjithçka në rregull, le të hetohen, le të zborohet e vërteta, po ata e dinë se s'është, ata friksohen. Janë edhe në zgjedhjet komunale, ndajti nga buxheti i shtetit për studenta, për disa kategori sociale, ndajti parë për buxhetit të shtetit. Nuk e di se është vështirë e matshme sa ka pas rezultate, por megjithatë e mor edhe 2 ose 3 komuna më shumë se 4 vite më parë. Tash për shohmi që po vazhdon me të njëjtat, ndoshta aty e përdor buxhetin e shtetit, premtoi pagën rritjen e pagës minimale 425 euro, mandej prej muajit mars aprill kur e tha në 500 euro, qysh po shihet që kjo, po qysh është, me thonë që ato që kanë është pikat forta edhe të Bedri Homzës, po edhe të Lumir Abdixhikut, që u fokusoheshin më shumë te ajo që kanë me bënë në ekonomi, e ndoshta nuk, si me thonë, nuk u ballafaqun shumë me këtë gjuhën e ashpër mes vete, tentun nxjerr
e shkurtit me u shmong qytyne ballafaqime, u fokusu në rritjet në plan programin e tyre ekonomike, rritjen e mirëqenies, të sigurisë, natyrisht të raportëm ose të asajna që quhet diplomaci, po tash po e shohim që kanë filluar edhe me premtime për këto që janë ndoshta që kjo është interesi më i madh i qytetarëve. A mundën të dhënë rezultate në këto zgjedhje? Po duke pasur parasysh që pjesa kryesore, edhe ky është dështimi i tij. Okej. Ky është dështimi i tij. Domethënë shoqëninë tonë e ka lënë të vorthën. Për 5 vjet e ka lënë shoqëninë tonë të vorthën. Vetë fakti që skema sociale çdo ditë ka pas në dorë me rrit me i bën. Pora si veprim është tregues që ka dështu se e ka lënë shoqëninë e vorthën. E dyta është abuzim i pozitës zyrtare, keqpërdorim i pozitës zyrtare, duhet me po në kuptim juridik, a ka drejt ashtu e shkel ligjin, jam për me mbështet skema sociale, jam për me u dhonë edhe të më shumëve, edhe studentave, edhe ma shumë, por se sa që për jap qeveria sot, po tjetra, pse nuk e ka bo para 2 viteve? Pse se ka bo para 3 viteve? Pse nuk e ka bo para 1 qeveria në detyrë, kryeministri në detyrë, a mundet me bëni gjatë tillë? Po edhe kjo është temë që do të me po në kuptim ligjor se cilat janë kompetencat. Parimisht jam për me mbështet secilën familje, sepse buxheti i shtetit është është i qytetarëve. Janë toksat e qytetarëve, propi toksat qytetarëve krijohet buxheti i shtetit. Dhe duhet me pas shpërndarje në kuptim të asaj që me përfitu të gjithë qytetarët. Po jo me u abuzu, jo me u keqpërdor për poena e momentume politike. Qytetarët e Kosovës e kanë kuptuar. Qytetarët e Kosovës po e shohin. Dhe qytetarët e Kosovës do ta ndëshkojnë me votë. Arjan, çu shpeshqet pozicionin e opozitës? A është i mjaftueshëm për, si më thonë, me ndërtu frymën, me ndërtu narracionin e vet? Forma ose strategjitë të cilat janë është ndjek në zgjedhjet e shkurtit, ndoshta që po e shohim edhe tash. Që dzën këto është e rëndësishme me theksu në element. E kam qartë, shumica për ju po thonë është e zëshme, populizmi nuk luftohet në forma kështu me. Po të marrë të diçka tjetër. Partia Demokratike e Kosovës prej 6 tetorit 2019. Po. Nuk është në pushtet, nuk qeveris. Po nuk është që mundet Partia Demokratike e Kosovës me pos përgjegjësi ose faj, që shtojmë na, për një ngjarje se fenomen që ka ndodhur pas kësaj periudhe. Pra, u po se çka ka ndodhur në këtë vend pa Partinë Demokratike të Kosovës. Të gjithë konstatojmë se jeta është më e vështirë, shteti është më keq, krejt këto janë fatkeqësi, është dashur me kon më mirë. Është dashur me pas më shumë progres, është dashur me pas më shumë investime kapitale, është dashur me pas jetë më mirë. Pra, përgjegjëse për realitetin sot në Kosovë është Albin Kurti dhe Vezendosja. Dhe me shumë vullnet, me shumë respekt edhe me shumë fytyrë në hapën, ju kërkoj i thras qytetarët e Kosovës gjithandej që me votu Partinë Demokratike të Kosovës, i thras aktivistat e Partisë Demokratike të Kosovës që me bë maksimumin që janë duke bë deri me datën 28, që me diskutu, me fol, me secilin qytetar, me secilin mik, me secilin familjar, që pas 5 viteve Partinë Demokratike të Kosovës me kthyn pushtet dhe pas 5 viteve vetvendosjen me qu në opozit për shkak që do të më reformu. Do të më reformu lëvizja vetvendosja. Arjan, qytetari, tash po të flasim ndoshta pak edhe për diasporën, se paktën unë ka muaj, ndoshta 5-6 muaj, që kam insistuar në ato që Albin Kurti nuk po do me bë Kurti 3. Përkundër që me padosht edhe kish bë. Për shkak se me gjas keq ke periudhë kanë kalkulim me artë që ky 28 dhjetor e me artë që aja që po konsiderohet që në një përqindje të madhe është i llogarit në votat e diasporës. Që sheshe që të personalisht parashikim 28 dhjetorin e kam pas shumë pozitiv.
Okay. Unë jam gëzuar shumë që data e zgjedhjeve është caktuar me datën 25 Në gjitha dhjetor. përqindja vazhdon me ka e madhe e diasporës se në është mbështetje të komentuar, Kurtit dhe është di se është komentuar në forma ndryshme, është favor për vetëvendosin për shkak që zakonisht e shohim se numrat e diasporës flasin që janë pothuajse në maksimum mbështetje për ta, po tash kena me pos një rrethon sto tjetër. Edhe këtu është besimi që shë rezultat pozitiv. Miqt, familjar tonë, për diasporës kanë marrë me votu në Kosovë. Okay. Na kena mu taku me ta. Strukturat, aktivistat e devotshëm Partisë Demokratike të Kosovës, leadershipi, gjithandej qyteteve, lagjeve që kem, shumë të aktivizuar e funksional kanë mu taku me ta. Dhe kena me fol, kena me diskutu. Dhe kena me prek realitetin bashkë me ta. Sigurisht që kanë me reflektu. Kanë me reflektu secili qytetar, kanë me reflektu edhe ata, dhe mbështetja ka me konë shumë më e madhe. Dhe është shumë pozitiv dota 28 dhjetor për partitë opozitore, për Partinë Demokratike po se po. Pro, unë e shoh shumë pozitivisht, edhe jam gëzuar shumë që e kanë caktuar dotën 28 dhe besoj shumë që ka me konë shumë e dobishme, shumë e hojrit për Partinë Demokratike të Kosovës edhe për partitë opozitore. Ran, që menon që duhet me konë, ndoshta se tash të një pjesë e qytetarëve ndoshta nuk e besojnë që është ashtu, por cila dome ish dash me u rikoporu në një moment kur Bedri Hamza mund të jetë në karriken e kryeministit të Kosovës. Ndoshta cilat beson ose menon që duhet me kanë hapat e parë që duhet me marr. Për shkak se kur ndalesh e menon, nuk i kimon një fush betej, nëse dikur i kemi pa që këtë partit politike u shtyshin kush po premton më shumë vendet punës, se ajo është problemi më i madh. Rritjen e mirëqenies ose rritjet të pensioneve e gjëra të tilla, tash po duket sikur problemet janë akoma më të mëdha. Se më thonë edhe në aspektin e diplomacisë, në aspektin me aleancat që kemi pas, në pjesën e diasporës ose njerëzve tanë që më na ikin për çdo ditë, e plot telashet të tjera që çka ish dash me kanë prioritet ose prej top 5 prioritete të para që ish dash më marr qeveria jashtë. Po duhet politikat publike, plan programi është ndërtuar në bazë të asaj se çka është e domosdoshme aktualisht, po prej më të rëndësishme është sigurisht ndërtimi, forcimi i raporteve me partner strategjik, investime e fokus direkt tek pjesa e mirëqenies, tek mbështetja e sektorit publik, e të punësuesve në sektorin publik, pra dimë rritjen e pagave dhe mbështetja tjera që janë të planifikuar në plan programin e Partisë Demokratike të Kosovës, mbështetje të theksuar sektorit privat, vëmendje të posaçme të punësuesve në sektorin privat, edhe për kushtet e punës, edhe rirregullimin e pagave e mbështetjes përmes formave subvencionimit e mbështetjeve që janë të planifikuara në plan programin e Partisë Demokratike të Kosovës, investime kapitale të menjëhershme, edhe me pas punë e me u pa progresi gjithandej shtetit tonë, mirë për njëjtën kohë kapitali me u zhblloku, mjetet me qenë të lëvizshme, me përfitu grupet në kuptim të punës mrena shtetit Kosovës, qytetarët e Kosovës dhe kapitali me u multipliku mrena shoqënisë tonë, në mënyrë që me pas edhe zhvillim, edhe mirëqenie, edhe progres në gjitha sektorë, në gjitha pjesë e shoqënisë tonë, një vëmendje posaçme sektorit arsimit, sektorit shëndetësisë, sektorit sportit, pro do të jenë ato disa nga pikat që po i përmeni shkurtimisht, fokus i plan programit Partisë Demokratike të Kosovës që do të ndikojnë pozitivisht dhe do të avancohet jeta, po edhe mirëqenia në shoqërinë tonë. Ariana, do të ndryshoj strategjia e Bedri Hamzës edhe të ketë këto ditë fushatës, tash do ta shohim me të njëjtën strategji. Ty prezantu projektin, ty prezantu vizionin e tina, premtimet e tina. A ka ndryshim strategjisë? PDK-s, po natyrisht edhe të zotit Hamza si kandidat. Unë mendoj që zotri Hamza është profil shumë i veçantë, kuptim të asaj çka e përfaqëson, sepse ai çdo herë energjinë e ka ndobit shoqënisë, së rezultati i kësaj
hopat i bën aty ku është e dobishme dhe aty ku është interes për shoqërinë, interes për shtetin, pro interes është me ndërtu plan programin, me ndërtu ekipen që nesër ka me qenë e dobishme për gjithë vendin dhe e promovon ekipen e tij, e promovon idenë, vizionin e tij, e promovon plan programin e tij, promovon punët çka synon me i bë çdo herë duke i identifiku sfidat, duke identifiku problemet, duke identifiku pengesat dhe e prezanton në mënyrë shumë të saktë e konkrete çysh kam i modelu të gjitha problemet, çysh kam të i kalu këtë sfidë, çysh kam të i kalu këtë problem, çysh kam zgjedh këtë problem, çysh kam zgjedh me gjuhë profesionale, pro është lider më i veçantë krahasuar me të tjerë sepse ka kompetencën e theksuar shumë të avancuar profesionale dhe ka integritetin moral, personal dhe institucional në gjatë gjithë rrugës vetë ka dëshmuar këto, sigurisht që ka me qenë nder për qytetarët e Kosovës, për shtetin e Kosovës, për institucionet e Kosovës, që kryeministër me Pos Bedriamzën. Arjan, e fillum me mbështetjen me elektoratin tanë, me atë ndoshta votust më të madh që i kanë natyrisht në Mitrovicë, po cilat janë target grupet e juaja, apo a do të shohimi gjithandej Kosovës në fushat, edhe a ka, si themi, grupe caktuar shoqërore që po vrejnë që është mbështetja më e madhe që po të ofrojnë, të rit, më shumë njerëz që ndoshta e shohin ose dojnë me i përfaqësu në ato që prezantoni ju. Edhe elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po dhe shoqënia jonë ka nevojë për gjenerat të re, gjenerat që ka dëshirë, ka energji dhe ka gatishmëri me pos kauz për vendin, për shoqërinë, pro jam mirënjohës gjithë qytetarëve të Kosovës që gjithandej qyteteve që jam, pavarësisht moshave, bindjeve, pavarësisht profileve ose pjesës shoqënisë ku i takojnë, u mbështesin, u më respektojnë, i mbështes e i respektoj, nolem, flas, diskutoj dhe ju kërkoj organizim, ju kërkoj mobilizim, sepse është kauz për shoqërinë, është kauz për shtetin tonë dhe kjo është një rrugë e imja që do të jem gjatë. Dhe synoj ta bëj me njerëz ndershëm e të mirë, gjithandej shtetit, gjithandej qytetarëve të Kosovës, po për ripërsëriti. Fokusi jam, energjia jam, ideali jam është Mitrovica, po do të jem në angazhim për gjithë shtetin e Kosovës. Nuk je moti në politikë, nuk je moti, mendoj unë, na të kemi njoft vonë, po vredni simpati jashtëzakonisht e madhe në rrjetet sociale. Njerëz gjithandej që e vlerësojnë profilin e juaj. Unë në podcastin e kalun kam dhënë vlerësime maksimale për shkak se unë mendoj që secili njeri që ka përfaqëson vlera, e ka një përgatitje, ka një përgjegjësi, është mirë në shtetit, jo vetëm në PDK, po gjitha partitë politike që i kemi aktualisht. Kështu që nuk po besoj që ka me kanë ndoshta edhe rrezik ose krizë që mos mi pas votat me përfaqësu me kanë pjesë e kuvendit. Por megjithatë turojna sukses. Faleminderit shumë Xhem, për mua është kënaqësi çdo bashkëbisedim me juve. Faleminderit shumë. Kritika adresohen edhe ndaj Me një opozitës. qeveri arrogante, me një qeveri e cila Shano ka thot dikush që vjen në spital thotë i poshtë 3 Nisën mjesë e ne. financave nuk e don as partia e vet. Në na qëndin komaran ajo punë e madhe, kupton? Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të veçuar nga